Rikthimi i Egli Takos në Big Brother VIP 4 ka sjellë debate në shtëpinë e më të famshme në Shqipëri, sidomos mes saj dhe Rozana Radit, por po ashtu edhe ndaj kësaj të fundit dhe Gjestit. Edhe sonte në Prime 2 banorët e Big Brother VIP kanë debatuar me njëra tjetrën. Ta nis nga fundi. Egli më ka kërkuar vetë të jem afër këtij raporti. E kam parë posesive në shumë momente. Ty të vjen keq nga të vërtetat e mia. Që nga momenti i parë tek i fundit, Egli ka qenë e përqafuar me mua, më thoshte shko tek Nubi merr informacion. Egli ka dalë, ka ndenjur nën ditë jashtë, është qetësuar. Mirë do ishte ta bëja dhe unë këtë gjë. Unë vërtet kam thënë do dalë, por e kam ngrënë veten me dhëmë dhe nuk kam dalë. Nëse Egli ka ardhur e fortë, më bëhet qefi. Por është ajo Egli që i kam kërkuar gjithmonë të jetë. Egli ka xhelozi për raportin tim me Gjestin. Ka thënë në një moment Gjesti zgjodhi të rinte me Rozanën e jo me mua, tha Rozana.